Si tregojnë dhe këto filmime të realizuara para ditën e kësaj të diele, vërshimet e përrejnëve të rashkullaj të Gruemirës kanë shërmbur rrugën që lidh të zonë me 10 shtëpi të tjera, si dhe me kishën e Shëngjinit, monument kulture. Prej 2 javësh automjetet nuk mund të kalojnë për shkak të dëmtimit të rënd të rrugës, ndërkohë që Bashkia Malësisë së Madhe ende nuk ka ndërhyrë për riparimin e këtyre dëmeve. Por përveç rrugës, shqetësimi mban vetë dhe depozitimi i mbeturinave dhe inerteve, të cilat vërshimi i Përrojt të Banushit i dërgon drejt Përrojt të Vrakës, duke përfunduar më pas në liçenin e Shkodrës. Kjo situata akumuluar prej vitesh, thot pedagogu i Universitetit të Kamzës, Zev Gjeta, është domosdoshme që jo vetëm në këtë zonë, por në shkallë rajonale Shkodër Malësi e Madhe të organizohet një aksion i fuqishëm për pastrimin e mbetjeve. Janë të akumulume. Edhe kjo kërkon një aksion kombëtar, ndoshta, ose rajonal. Mu më pëlqen se unë jam prej këtu edhe këtu më dhem më shumë. Rajoni Shkodër Malësi e Madhe e ka të theksuar me këtë gjë, edhe do të preferoja shumë një aksion i cili kooperon shumë aktor, por që në fakt nuk bëhet edhe pa lek, se është zona shumë e zirume dhe mbeturinat janë të akumulume për 30 vjeç ama shumë dhe janë shumë. Nuk mund të bëhet me një trame, si me thonë, aja kërkon një iniciativë, kërkon edhe buxhet mrapa, sepse ka ikaja koha që tash hajde dalim e mbledhim letra, dalim edhe në televizor. Këtu puna është me pastru i herë mirë, ndërgjegjësimi i njerëzve ka ndryshu, janë më të ndërgjegjësuar, por kur ka një bazë me shumë meturina, kur bjen një shi i shumt, kur çohet i lum, kur çohet liçeni, e ndosin me masë shumë të madhe që bëhet e papërballueshme. Gjeta i thekson si situata është aq e rënduar sa po shteti lokal nuk ka fonde dhe kapacitetin nevojshëm logjistik për një aksion të tillë, ndaj duhet që qeveria të organizojë dhe ta drejtojë këtë nis në shkallë kombëtare. Domosdoshmë duhet një plan, një buxhetim dhe të punohet për një periudhë gjatë, po themi 2 muaj. 3 muaj rresht, 4 muaj rresht, është e domosdoshme që të ripastrohet, të kthejmë në gjendjen e mëparshme dhe masanai të bëjmë kujdes që mos andosim më. Pedagogu i Universitetit Bujqësor të Kamzës Zev Gjeta kujton se mjedisi duhet i kushtohet vëmendje maksimale, duke filluar me zgjedhjen e problemit të depozitimit të mbetjeve dhe inerteve, pasi kjo është një ndër kriteret kryesore në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por mbi të gjitha do të cënojnë rënd imazhin e Shqipërisë turistike.